Profesor Zhani Ciko është një nga figurat më të njohura artistike në vend. Ai njihet jo vetëm për profesionalizmin e tij të jashtëzakonshëm, por edhe si një njeri me vlera, i qetë dhe i buzëqeshur. Dashurinë e jetës ai e takoi në bankat e shkollës, kur ai ishte pedagog dhe partnerja e tij studente pianoje. Familja e Rudinës nuk e pranoi menjëherë këtë lidhje për shkak të diferencës në moshë që kishte çifti, por dashuria ishte më e madhe se çdo lloj diferencë moshe dhe kështu Zhani Ciko u martua me Rudinën, e cila ishte një nga studentet më të mira të liceut artistik. Por nëse ka një gjë që çiftit i ka mbetur peng, është fakti se pas 45 viteve martesë nuk mundën të mbajnë dot në krahët e tyre një fëmijë. Edhe pse e donin shumë fëmijën, nuk mundën ta kishin. Si rrallëherë, profesor Zhani Ciko ka folur për pengun e jetës së tij. Ai tha: "Ne sigurisht do të donim të kishim një fëmijë, por nuk ishte fat që ta kishim. Më propozuan shumë variante mjekësore që nuk dihej se sa efektive mund të ishin, dhe unë nuk doja që gruaja ime të sforcohej. Gjërat e sforcuara në jetë asnjëherë nuk janë të mira, dhe ne do mikpristim çdo gjë që do të na vinte vetëm nga Zoti. Gjithsesi, them me bindje se nuk kam pengje nga kjo jetë. Zoti më ka bërë një dhuratë të mrekullueshme për gjysmë shekulli dhe ajo është bashkëshortja ime. Nëse do të kishim edhe fëmijë, ato do të ishin të mikpritur dhe do të kishin shumë dashuri nga ne, por nuk që e thënë. Unë gjithmonë shikoj gjërat pozitive në jetë dhe jam me fat që puna më ka lidhur me të rinjët e reja dhe kjo marrëdhënie që kam me studentet dhe studentët e mi më bën që të kompensoj sadopak mungesën e fëmijëve."